Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Imam Bukhariu në vazhdim e mërtani në kapitull të kuptuarit të fesë. Dhe se hadithën 65 عن ابن عمر قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنه tregon se një herë shëmbullën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur dikush solli një koçan të pemës së hurmës, një kalli, pjesë. E pejgamberi alayhi salatu wassalam tha: "Inna min ash-shajari shajaratan mathaluha kamathali al-muslim." Në mesin e pemëve është një pemë që ngjason muslimanit. فأردت أن أقول هي نخلته ديشة تثم سايشت بالمة هورمة فإذا أنا أصغر القوم فسكت mirë po nga që isha ma i vogli I të gjitha tyne që isha prezent heshta. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي نخلته e dikur pejgamberi alayhi salatu wassalam tha se ai është hurma pa palma. Ky hadith ka kaluar edhe më lart. Po në të njëjtin kapitull Kitabul Ilm, kapitulli I dijes, me numër 56. Tani jemi në 65. Dhe kemi shpjeguar atje hadithën në detaje edhe arsyeën e ngjasimit të muslimanit me hurmen. Pse ka përngjan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam muslimanin me hurmen. E Bukhariu, Allah e pas mëshiruar, e ka cekur sërish këtu për të treguar se të kuptuarit e fesë është dhëna e Zotit. Është dhuntijet madhe të Allah te bareke ve teala. Kur pejgamberi solli shembull, një pemë është sikur se besimtari që më njëherë kuptoj. Përderisa sahabët e tjerë nuk mundë ta kuptojnë, për tyne edhe sahabët e mëdheja, të ishte Abu Bekri, Omeri të tjerë, dhe filluan të propozojnë, jo mund tjetë fillan pemja, jo filan pema, e pejgamberi në fund tha, më vonë pak, pasi që s'mund të mja qëllua ta, dhe tha një Rasulullah cilla është, tha jo është palma hurma. Pra, Abdullah ibn Umeri kuptojmë një herë. Dhe më këtë përkuptohet se të kuptuarit e diçkafit, të kuptuarit e dijes, është një mendje prehtësi, është një aftësi që Zoti jap kujt dënë të bareke o teala. Për atë edhe ka mërtuar këtë kapitull, nën kapitull të kuptuarit e fesë. Gjeshëm me këtë, është edhe një rast që vlen të cekët, që s'ka ardhur në pashtu në Bukhari dhe Muslim, nga hadith e Said bin Khudriut radhiyallahu anhu, tregon se pejgamberi alayhi salatu wassalam عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال Pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë Abu Said Khudriu o ul një ditë në mimber përderisa ishëm në xhami. Hadithin ngjajshëm me këtë tregimin ngjajshëm me këtë që është sekular për mendje presin kuptuare të shpejt të gjërave që është dhuratë e Zotit. Një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam جلس على المنبر فقال أقول المنبر ضفا إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده الله إلى ارتسوار I afrojnë një robi të zgjedh, nëse dëshiron, që ai të japë prej të mirave të dënjas çfarë të don. Allahu i lartësuar i afroj, i mundësoj një robi që të zgjedh prej të mirave të dënjas çfarë të do, dhe të zgjedh apo të zgjedh atë çka është tek Zoti i tina. Robi zgjodhi atë çka është tek Zoti i tina. Zgjodhi çka është tek Allahu. Kaq. Abu Bakr plot jamia. فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا. أبو بكر I anisi me kajt. Dhe tha, kurban të bafshim ty, o i dërguar Allahot, me babe, me nan, me prindë tanë. فعجبنا له وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. Kuja nisi Abu Bekri me kajt, Abu Saidi po tregon tash, transmetuesi i hadithit. Kur janë nisi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bekri radiallahu anhu me kajt, thot një që detu. Çka e gjatë? Njeriu që po ka. E dikush për neve tha, pa shikojeni këtë plak, veç këshur në seri. Pejgamberi Zotit po na tregon se Allahu i pas ka ofruar një robi mundësinë të zgjedh mes të mirave të dunjas që ai i don. Dhe mes asaj që është Allahu e ky po ka. E pa thot të bëfshëm kurban ty Rasulullah me prindët tonë, me baba me na. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر هو أعلمنا به. روبن فيال ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe se Ebu Bekri ishte më i ditur i më i maqmi në mesin tonë. Përfundoi hadithi. Çka jep me kuptu? Në smundje të vdekjes, në smundje të vdekjes është për qëllim, në smundje, në stëm vdekjes, në prag vdekjes, nga e cila erdhi vdekja. Pejgamberi Zotit dhe sahabët u shqetësuan shumë kur pejgamberi u smu.
ashtu i smut. E smundja e tij pastaj është tregim i gjatë, po shkurtojmë. Sepse aty nëse mërë kemenja me dalë me punu. Se mërë kemenja me dalë, as të shtëpia të veta me shku, as më knaqen shtëpia, as me dalë në fush me punu, as më knaq shtëpia fjalla me pushua, njëri më knaq me fëmija. Pejgamberi smut. Alayhi salatu wassalam. Kështu që shumicën e kohës o sillën ka xhamia. Përderisa ishin plot në xhami, po Saidi nuk përceka ka qenë koha namaz ka cek, por përderisa ishim në xhami. Pejgamberi hol në minber. Doli për shtëpisë vet, e shtëpia vet në gjitë me xhami, pra qëri, veç e perden, erdhi. Edhe për drejtohet shokëve të vetë dhe për thëtë këtë që e tha. Allahu i lartësuar, ja ofroj një robit të ti mundësin me zgjedh mes të mirave të dynjas, çka të dënë. Me jetu sa të dënë. Me pas pasuri sa të dënë. Çka të dënë? Dhe mes asaj çfarë ka të Zoti i tij. Lajm, informacion që kuptohet, informat. Plot xhamia as kujt nuk po i shkon ndërmendje me kuptue sakt në shikim të parë. Çka po do me thonë me këtë ky i bekuar sallallahu alaihi wasallam. Ta unë ka kry kë që ka përcit vajt e Abu Bekri. Edhe kuptun për njërë, ka kojtë me zaj, për njërë, në gjami. Për ata për thëtë dhe ne o që ditëm. Po kanë. Sa që disa njerëz, se po të kishtë të kajtë këvesh me latë, se kështë marrë është njerëzit. Nga se të gjithë e nëftyre pejgamberët, latë që a shohin. Po ka kojtë me zanë. E disa njerëz, se idi po thëtë, po thëjmë vetë me vetë, një anë tjetërit. Se Abu Bekri, po, që se kanë hadith, i tha pejgamberi ja Rasulullah, fedejnake bi abaina wa ummahatina. Ja Rasulullah, kurban të bëfshim në ty. Me prindët tanë, me babë, me nanë. E njerëzit ashtë që ditur për thë njëri tjetërit, që ka kamër që për kanë. Që ka bon të ashtë që për kanë kë. Ky i bekuar, po të regon një rast, që i bije këta pëndojnë që ka qenë për njeri të kaluarën. Po të regon për një njeri, një rëbë të Zotit, të cilit Allahu i dha mundësi me zgjidhë, që ka po do vetë mirave të dynjas, apo po do në shku të Zotit tina, po do në të që ka të Zotit ti, a i thepe do të që kam të Zotit, e kjo po kanë, nuk e kapen. Por shumë pak shkaj. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vdiq. Kur vdiq pejgamberi alaihi salatu wassalam, atëherë e kuptuan sahabët çfarë pas ka dashur me thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe se Abu Bekri pas ka kuptue më njëherë. Pra pejgamberi pas ka dashur më të tregu sahabëve se ai person të cilit Allahu i ka dhënë mundësi të drejtë, hapësirë,
me zgjedh mes të mirave të dunjas çfarë të dënë për tyne. Dhe mes asaj me shku të Zoti, ai e zgjedh me shku të Zoti që ka pejgamberi vet, pra pas ka thënë për vetveten e vet. Edhe se pas ka paralajmëruar që vdekja ju ka afrue. Pra ta po thot i përzgjedhuri që ka thonë Allah për zgjedhje, cilën për dënë, pas ka qenë pejgamberi. Dhe se më i meqmi jonë, pas ka qenë Ebu Bekri, radiallahu anhu, sepse ai e kuptoi para se me kuptue të tjerët. Pra Ebu Bekri kapi. Me njëherë para të tjerëve, e që të regon për larkë pamësinë e Ebu Bekrit, për mençurinë e Ebu Bekrit. Dhe se kjo është pej Zotit. Dhe se kjo pej Zotit, sepse tonë ndëgjuan, plët xhamia e ndëgjuan, por vetëm këti Allahu ja mundësej me kuptu. Muradin, synimin e asaj që çfarë po don me thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe kjo është e vërtet. Ka dhe argumente tjera. Jo vetëm për pejgamberin ton, por edhe për të gjithë pejgambert. Të gjithë pejgambert, Allahu i madhruar i ka lutur, apo ka dhënë mundësinë me zgjedh. Para se m'ja marrë shpirt. Apo doni me jetu në këtë dynja sa të doni, e me pas të të mirave të Zotit çka të doni, apo po doni me shku të Zoti ju. Krejt pejgambert e kanë përzgjedhur me shku të Zoti te bareke ve teala. Për ata i bekuar, alayhi salatu wassalam, prap kur është afru vdekja halema shumë, që shka në hadith tashës, të thonë e bekuar ar-rafiq al-ala, ar-rafiq al-ala. Po du me shku të Allahu, Dhe Aisha thët, e kuptova se është duke i thonë Gjebraili, apo dën me jetu, apo dën me shku lartë. Ai përzgjedhi Zotin tem, përzgjedhi Zotin tem. Te bareke ve teala. Edhe për Musen, ka ardhur në hadith, të vërtet, ku pasë që meleku i vdekjes shkemja marrë shpirtin Musaut alayhi salam në formë të njeriut, dhe Musa pa një pa dy i ra shëplak dhe a verbëj syrin. E meleku i vdekjes së ngrit një qiell dhe tha, o Zot, me ke dërguar të një njeri i cili nuk e do vdekjen. Tha, shka thuj robi tim, le ta qetë dorën mbi trup të kaut, në shpinë të kaut, sa kime, të mbulon dorë ati, aq vite ka për të jetuar. E meleku i vdekjes erdhi, e tha Musaut, ja Musa, një melekul maut, meleku i vdekjes. Allahu më ka dërguar të këti. Vëje, që të dorën, në shpinë të kaut, dhe sa qime të mbulon dora jote, po aq ke për të jetuar. Musa i tha, e tani qka? Kur ta gjën këto vite, sa numri qimeve që mbulon me dorën tem, tani qka? Tani tha, kur ta gjën ki me dek? Me dek apo? Po, e tha, po des pra që tash. Hes pështim.
E që është argument se përzgjodhi vdekjen dhe mes jetës këtë dynja dhe kënaqësive të dynjas. Kështu ka qenë tonë pejgamber të Zotit, e që Buhariu nuk ka këtu atë qëllim për me tregu se pejgamberët e kanë përzgjedhur me shku të Zoti i tyne pasi që kanë kryer misionin, e jo me shfrytëzat mira të dynjas, e me jetu dhe në kiamet, e me bom rete, me pas pasionie, paset. Jo. Por e cek me tërgu se të kuptuarit e dijes është prej Zotit. Pra, robi dohet lexoj. Dhe lexoj shumë, në grej derse shumë, të marrë pjesë në përmëgjliset derseve shumë, përqëndrohet në mësime, ama prapë se prapë të kuptuarit të realitetit, apo të kuptuarit të thellë, apo se të kuptuar krejt si koncept, është prej Allahut të madhruar. Dija është dhuratë të Zotit, që Allahu i jep kujt të do, mendje prahtësia, përgatitja për të kuptuar shpejt, e mirë, fort. Para të tjerëve, është dhuratë të Zotit. Tebareke wa ta'ala, Allahu na bëf prej tyne. Allahumma amin, Zotit dhe më së mirë, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صحيح البخاري